Gruaja që vallëzoi me djallin. Tregohet se në vitin 1980 një grua me një bukuri të rrallë dhe shumë misterioze kryu një dans me vetë djallin. Ngjarja ka ndodhur në Tijuana, në Meksik, në një klub nate të quajtur Avenida Revolucion. Ishte një mbrëmje e shtunë dhe brenda gjendeshin shumë njerëz, si gjithmonë në atë klub, volumi i muzikës të përpinte në spiralin e atmosferës. Papritmas dera u hap dhe futet një grua ma gjepsëse, kaq e bukur sa që të gjithë u shtangën, duke e parë. Ishte vetëm e pashoqëruar nga askush, dhe kjo ishte një çudi. Gruaja kishte flokë të gjata dhe të zeza, sy të mëdhenj me thellësinë e territ. Kishte veshur një fustan të kuq si gjaku, që i arrinte deri poshtë këmbët. Ishte mjaft elegante, por aurea e saj ishte akoma më hipnotizuese. Gruaja, tek sa vuri reqe që të gjithë e shihnin, lëshoi një buzëqeshje dominuese dhe vazhdoi që të este drejt banakut. Njëri pas tjetrit, burrat e ftonin që të vallëzonin me ta, por ajo veç i shihte me mospërfillje. Pasi kërkoi një gotë verë të kuqe, piu një glënjk dhe filloi që të kërcente, e vetmuar në mes të sallës. Ndonse meshkujt i afroheshin, ajo sillej sikur mos të ekzistonte kush aty brenda. Por koha kaloi, e pikërisht në mesnat ndodhi misteri që trembi këdo. Në orën 12 të natës, tek dera u shfaq një burr misterioz, i gjatë, i veshur komplet me të zeza. Misteri ishte se askush nuk e pase nga erdhi, sepse dera ishte gjithmonë e mbyllur, e nuk mundej që të kishte qenë aty më parë, sepse ndryshe do ta shihnin. Burri me hapa të sigurta dhe me një ton bindës zgjati dorën drejt gruas, dhe ajo çuditërisht kësaj here pranoi që të vallëzonte. Dancimi i tyre ishte jo normal, sepse nuk ngjasonte me asnjë kërcim të njohur, e duke vallëzuar rrotulloheshin gjithnjë më shpejt. Po ashtu edhe muzika filloi që të ishte akoma më ritmike. Të gjithë prezentët nuk shkëpusnin dot shikimin prej tyre. Atmosfera ishte ma gjepsëse, por papritmas pantallonat e gjata të burrit i zbuluan kërcirin e këmbëve, dhe gruaja pa që ai nuk kishte këmbë njeriu, por thundra. Atëherë ajo ulëriti kaq fort sa që çdo gjë u ndal, muzika, njerëzit, po ashtu edhe dritat u fikën. Veçse kur u ndezën dritat, gruaja gjendej e shtrirë pa jetë, për tokë, e përgjakur, sikur qenë të mëdhenj t'i kishin masakruar trupin gjithandej. Burri i veshur me të zeza ishte zhdukur, dhe në atë pub filluan britmat. Që prej asaj kohe, kjo histori tregohet ende sot, dhe banorët e zonës thonë kujdes me kë kërcen. Ju i besoni kësaj historie? A mundet që djalli të ekzistojë?